إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندريما تكون الله سبحانه وتعالى أتى لفدرويم ذيامي من يوهس Ati kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, ati kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë, vetëm ati I kërkojmë falje dhe pendohemi tek ai për çdo të keqe që bëhet shkak për largimin nga rruga e tij. Atë që Allahu subhanahu wa taala ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ai është I udhëzuari. Prandaj vetëm atij kërkojmë udhëzimin, të na e hap sytë e ballit dhe të zemrës. Na bëj të dashur imanin në zemrat tona dhe të na zbukuroj ato punët e mira dhe bindjen dhe afrimin tek ai. Dhe të na bëj të urryer dhe të shëmtuar punët e këqija, mosbindjen, largimin nga ai. Profeti sallallahu alaihi wasallam ndër mësimet që u jepte sahabëve dhe ummetit të tij në përgjithësi ishte edhe ato lutje me të cilat shpesh ai I drejtoi Zotit subhanahu wa taala. Përmes shumë lutjeve që janë transmetuar prej tij, mësojnë besimtarët se si t'i drejtojnë Allahu subhanahu wa taala, për çfarë t'i luten atij, cilat janë ato çështje të rëndësishme për cilat duhet të mendojnë, sepse njeriu në momentin që lutet me diçka, padyshim që analizon atë në veten e tij, duke parë të mirat e atyre për cilat lutet që Allahu t'ia jap, dhe sherrin që sjellin ligësitë, nga të cilat kërkohet mbrojtja në Allahu subhanahu wa taala. Pra lutjet e tilla janë thesare, të cilat njeriu duhet kujdeset për to, të meditojë në to dhe t'i mësojë dhe ta lutë Zotin subhanahu wa taala. Brenda këtyre lutjeve përfshihen edhe pjesë që kanë të bëjnë me zemrën, me rregullimin e saj, me forcimin e saj, përmirësimin e saj. Prandaj është e nevojshme që besimtari dhe besimtarja të mësojnë këtë lutje, të meditojnë mirë në to dhe ta lutin Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet që Zoti xheleshanu t'ua jap dhe ofrojë këtë mirësi. Ndër lutjet që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam, me të cilën do të qëndrojmë sot, është edhe ajo lutje që transmeton nëna e besimtarëve Aishatu bintu Siddiq, vajza e Siddiqut, gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam, e cila tregon dhe thotë, ndër lutjet më të shpeshta që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam ishte edhe kjo lutje. Dhe këtë hadith e sjell Buhariu dhe Muslimi. Pra janë të sakta burimet e tij. Ndër lutjet që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam ishte: Allahumma inni a'udhu bika min fitnati an-nar wa 'adhabi an-nar wa fitnati al-qabr wa 'adhabi al-qabr wa sharri fitnati al-ghina wa sharri fitnati al-faqr. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بالماء والثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. Që do të thotë, o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga sprova e zjarrit dhe dënimi I zjarrit, nga sprova e varrit dhe dënimi I varrit, nga e keqja e sprovës së pasurisë dhe nga sherri I sprovës së varfërisë. O Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e sprovës së Mesihut Dejjal. O Allah, laje zemrën time me ujin e borës dhe të breshërit. Pastroj zemrën time nga gjunahet, ashtu siç pastrohet rroba e bardhë nga njollat. Dhe largoj gjunafet e mia prej meje, ashtu siç ke larguar mes lindjes dhe perëndimit. O Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga përtatësia, nga gjunahu dhe nga bara e borxhit. Subhanallah. Çfarë lutje gjithëpërfshirëse është kjo? Në këtë lutje po ta shikosh me një vështrim të kujdesshëm, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar ose na ka mësuar të kërkojmë mbrojtje nga sprovat e jashtme që janë jashtë nesh. Pra fitnia e zjarrit,
të xhehenemit, sprova e zjarrit të xhehenemit dhe dënimi i zjarrit të xhehenemit. Sprova e jetës së varrit dhe dënimi i jetës së varrit. Gjithashtu dhe sprova e Dexhalit, po kështu edhe sprova e varfërisë dhe e pasurisë. Këto janë sprova që janë jashtë nesh. Janë jashtë mundësisë që ne të mund t'i evitojmë. Janë sprova me cilat do përballesh. Pra kërkohet që ne të na jepet forcë përballë këtyre, domethënë sprovave me të cilat njeriu duhet të meditojë. Kur profeti sallallahu alajhi wasallam lutet që Zoti ta ruaj nga të tilla sprova të jashtme që janë jashtë tij, kjo tregon që edhe besimtari duhet ta bëjë. Dhe kur profeti lutet që ta ruaj, do të thotë që ato janë sprova të mëdha, duhet mendosh me kujdes për to. Duhet t'japësh rëndësinë e duhur. Nuk janë gjëra që ti kalosh, hajt një dua që duhet bërë dhe ta kalojmë. Është diçka që duhet meditosh me kujdes vallai, me shumë kujdes në to. Gjithashtu, pjesa tjetër është mbrojtja nga dobësia e brendshme. Çfarë përmendi brenda kësaj? Përtatësia, gjunafet dhe borxhet. Pra përtatësia e robit, edhe kjo është pjesë e robit, është dobësia e njeriu. Edhe këto janë sprova, madje këto të bëjnë të mundur që ti të biesh në gjunafe. Këto janë pjesë e brendshme, të cilat njeriu duhet të kujdeset. Pra me pak fjalë, për të vazhduar pastaj në hadithin hollësisht pjesë pas pjese, profeti na udhëzon së dyti, sallallahu alaihi wasallam, që të vërejmë me kujdes dobësi dhe mangësitë tona. Çfarë ishte? Edhe një herë, përtatësia. Gjunafet që bën robi dhe borxhet, të cilat e rëndojnë robin edhe bëjnë që të zhytet në gjunafe. Dhe pastaj është dhe kërkesa për pastrimin e zemrës nga gjunafet, për zhgarkimin, heqjen e peshës së madhe që kanë gjunafet mbi robin. Edhe kjo e bën zemrën pastaj të paaft, që t'i bindet Allahut, të ruhet nga gjunafet. Pra është një lutje gjithëpërfshirëse vëllezërit e mi. Dhe në fakt kjo është betejë jonë në jetën e kësaj dynjaje. Thjesht mendoje veten tënde në jetën e kësaj dynjaje mes gjithë këtyre sprovave që i paraqit profeti sallallahu alaihi wasallam, kaq bukur, kaq thjesht në këtë lutje që na i mësoi. Kalojmë një për një në lutje që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar wa adhabin nar. Pra e para nga sprovat e jashtme që duhet të shqetësohet robi është sprova e zjarrit të xhehenemit. Pra zjarri i xhehenemit është ndëshkimi i përjetshëm vëllezërit e mi. Nuk është diçka që është jo reale, apo thjesht për të friksuar siç pretendojnë shumë njerëz që ja heqin mesazhit të Kuranit thelbin e tij. Zjarri është i vërtetë vëllezërit e mi. Madje sikurse na ka njoftuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Zjarri i xhehenemit është krijuar dhe tashmë ekziston. Tashmë ekziston dhe pret banorët e tij me urrejtje dhe zemërim, vëllezërit e mi. Zjarri i xhehenemit është diçka që nuk mundet robi ta anashkalojë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, më ruaj nga fitna e zjarrit dhe ndëshkimin në zjarrin e xhehenemit. Që do të thotë, më ruaj, kush është fitna e zjarrit? Një nga fitnet kanë përmendur dietarët e zjarrit është kur banorët e zjarrit do të shkojnë që t'i fusin në xhehenem, roja e xhehenemit do t'i thotë, "Alam ya'tikum nadhir?" A nuk ju erdhi paralajmërues t'ju njoftonte për këtë qëndrim ose për këtë përfundim? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay. Dhe do të thonë të mirët që do të hynë në xhehenem, po, na erdhi paralajmërim nga Zoti. Dhe tham, në atë kohë që Zoti nuk i ka zbritur askujt asgjë. Pra më huan profecinë, më huan shpalljet e Allahut xheleshan. Kjo është sprova që tërheq vëmendjen profeti sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë në jetën e kësaj dynjaje, mos i shpërfill shpalljet e Allahut xheleshan. Mos i shpërfill çfarë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ulu dhe lexoje me kujdes librin e Allahut dhe do shikosh që nga temat më të shumta që përmenden në të është zjarri i xhehenemit. Ndëshkimi dhe dhimbjet e mëdha që janë në të. Përjetësia e tij. Pra kujdes, kjo është fitneja. Kurse ndëshkimi i zjarrit të xhehenemit përfshin brenda tij edhe kujdesin për gjërat që të futin në ndëshkim. Pra kur ti ruhesh nga ndëshkimi i zjarrit të xhehenemit, është një lloj sikur po ruhesh dhe thua o Zot më ndihmo që të bëj ato vepra që të ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe t'i largohem atyre veprave të cilat e bëjnë të detyrueshëm zjarrin e xhehenemit. Pra të ndëshkon në xhehenem Zoti xheleshan. Prandaj robi ka detyrë të shikojë cilat janë ato vepra të këqija që Zoti xheleshan nuk i do dhe ka kërcënuar me zjarr. Në krye të gjithave është shirku.
idhujtaria. Pra të besosh e t'japësh atributet e Zotit dikujt tjetër veç Allahut subhanuhu teala. Një lloj si kjo është mohimi fare i Zotit, i ekzistencës së Tij, mohimi i profetëve, mohimi i shpalljeve të Allahut xhaleshanu dhe atyre mësimeve që ka zbritur Zoti në shpalljet e Tij, mosbesimi i tyre, shpërfillja e tyre, mes cilave dhe zjarri i xhehenemit. Gjithashtu është magjia dhe gjithçka që lidhet me të që dëmtojnë njerëzit. Po ashtu janë gjunafet e mëdha, të cilat janë cënimi i jetës së tjetrit dhe gjakut të tij, cënimi i pasurisë, i nderit dhe çdo, domethënë gjunaf që në sheriat ka dënimi, ka vendosur Zoti subhanuhu teala, gjunafet e mëdha. Këto janë ato të cilat e bëjnë të detyrueshëm zjarrin e xhehenemit dhe njeriu duhet pendohet prej tyre. Pra kur thua o Zot, profeti na mëson sallallahu alaihi wasallam, pra lut o Zot më ruaj nga fitnia e zjarrit, edhe nga dënimi i zjarrit. Do thot o Zot, më ndihmo mos i bëj ato vepra, të cilat më çojnë në zjarrin e xhehenemit. Kurse veprat që janë të urdhëruara, që nëse nuk i bën meriton zjarrin e xhehenemit, edhe këto janë të shumta. Në krye të gjithave është ajo vepër që është e urdhëruar, je i urdhëruar ta bësh atë gjë, është njësimi i Allahut subhanuhu teala, tauhidi, ta besosh Zotin si një të vetëm në të gjitha aspektet. Gjithashtu të falësh namazin rregullisht 5 vakte, është detyrë nëse e shpërfill të detyrim ndaj Allahut xhaleshanu, kjo është detyra më e madhe që ka robi ndaj Allahut subhanuhu teala. I çdo moshe qoftë, mashkull apo femër, nëse arriti moshën e pubertetit, derisa ti merret shpirti, nuk ka asnjë çast që bie namazi. Namazi është detyrë, vëllezërit e mi, edhe motrat e mia. Është detyrë që nuk tolerohet. Për asnjë shkak. Nuk ka asnjë shkak në botë që të lejojë të lesh namazin. Nëse ke mundësi pra ta falësh, ashtu si e ka urdhëruar Zoti. Dhe kjo është nga ato vepra që nëse nuk e bën, e meriton zjarrin e xhehenemit. Po kështu janë dhe kushtet e tjera të Islamit dhe kushtet e imanit për mos u zgjatur. Pra njeriu i mëson edhe një herë për ta përmbledhur cilat janë ato vepra që e bëjnë të meritueshëm zjarrin e xhehenemit. 2 lloje, ose gjunafe që i shpërfill dhe padrejtësi që Zoti i ka ndaluar, ose urdhëresa që ti ka urdhëruar dhe ti i shpërfill dhe i lë ato. Këto e bëjnë të meritueshëm zjarrin e xhehenemit. Pra, o Zot më ruaj nga fitnia e zjarrit të xhehenemit dhe nga dëshkimi i zjarrit të xhehenemit. Po kështu lutet profeti sallallahu alaihi wasallam edhe për fitnen e varrit. O Zot më ruaj nga fitnia, nga sprova e varrit dhe nga dënimi i varrit. Jeta e përjetshme, jeta tjetër fillon për robin që në momentin që vdes, o vëllezërit e mi. Edhe në varr ka sprovë. Sprova e varrit është nga sprovat më të vështira. Madje, ai njeri që gjatë jetës në dynja nuk ka jetuar si besimtar dhe besimtare. Nuk e ka adhuruar Allahun subhanuhu teala, nuk është përgatitur për këtë ditë dhe për këtë sprovë, për këtë provim të madh, nuk ka për të kaluar. Sepse i vetmi që kalon në atë provim është ai që Zoti ka për ta forcuar. Siç thot Allahu në Kur'an: "Wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." I forcon Allahu me fjalën e fortë ata që besuan në jetën e kësaj dynjaje dhe në ahiret. Kush është kjo fjalë? Në jetën e dynjas është la ilaha illallah, të dalësh nga kjo botë me shahadet, momentin e vdekjes, dhe në ahiret është përgjigjja që t'i japësh 2 melekëve që do të vinë të pyesin në varr. Kjo është provë që askush nuk shpëton dhe nuk del prej saj. Përveç kategorive që ka veçuar Zoti, siç janë profetët e Allahut, se profetët s'kan shpytën në varr, apo dëshmorët, të cilët të dhanë jetën për të lartësuar fenë e Allahut subhanuhu teala etj etj. Nuk ka njeri që të shpëtojë nga kjo fitnë. Dhe ajo është sprovë e madhe. Kush është Zoti yt? Kush është ai profet që u dërgua ndër ju? Cila është feja e Allahut? Feja që u ngarkove? Dhe njeriu nëse nuk ka jetuar në jetën e kësaj dynjaje e tillë, atëherë s'ka si t'ia përgjigje. Çfarë do të thotë në ato momente? Do të jetë i shpërqendruar, i friksuar, i tmeruar nga pamja e tyre, nga zëri i tyre, edhe nga përgjigja që s'di çfarë t'i jap, sepse nuk e mbështet Zoti subhanuhu teala. Edhe thotë nuk e di. Unë thash siç thanë njerëzit. Dhe kështu mbyllet tema e tij. Kjo është prova e varrit. Dhe menjëherë pas kësaj vëllezërit e mi, fillon dëshkimi për të mirë. Elus Allah mos na bëj prej tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam lutet dhe thoshte: "Më ruaj nga sprova e varrit dhe nga dënimi i varrit." Dhe dënimet e varrit janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Edhe ajetet kuranore që na tregojnë që ka dënim në varr, edhe ato janë të larmishme. Dënimet të cilat fillojnë që me shtrëngimin e varrit, i cili është dënim që përjetohet edhe me shpirt edhe me trup. Edhe me shpirt dhe me trup përjetohet ndëshkimi, sikurse edhe mirësia dhe shpërblimi i jetës së varrit. Pra sikurse ka ndëshkim, ka dhe shpërblim për besimtarët, ka qetësi dhe prehje.
Për besimtarët ajo është prehje dhe dita me lumtur e jetës tashmë të tyre, sepse largohen nga sprovat e dunjas dhe ikin tashmë në ahiret të qetë dhe vazhdojnë në rrugëtimin e tyre të qetë dhe nën kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra, o Zot më ruaj nga sprova e varrit dhe nga dënimi i varrit. Sprova e varrit, si të ruaj Allahu subhanahu wa taala nga sprova e varrit, duke jetuar si muslimani jetën e kësaj bote. Jetën e kësaj dunjaje, jeto ashtu sikur se jeton muslimani që të japësh përgjigje atë ditë në të cilën vetëm Zoti të jep mbështetje subhanahu wa taala. Si të ruaj nga dënimi i varrit, larg veprave të cilat bëjnë të mundur ndëshkimin e varrit. Për ndëshkimin e varrit, me që përmendëm dhe namazin, ai që e lën namazin me vetdije, subhanallahu, vendon ka një dënim të tmerrshëm në varr, i cili vazhdon gjatë gjithë kohës që është në jetën e varrit. Dhe është vërtet dënim i dhimbshëm dhe poshtërues. Pra që në varr fillon kjo, përveç asaj që do përjetoj ditën e gjykimit. Pra, edhe kjo është nxitje nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Kujdes nga ato vepra që kërkohen nga ju. Kujdes nga mënyra si jetoni jetën e kësaj dunjaje. Shikoj dhe ndërtoj jetën ashtu si duhet në dunja. Të adhurosh Zotin, që të vijosh pastaj domethënë i qetë në udhëtimin që do të marrësh i vetëm. Vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. O Zot më ruaj nga sherri i sprovës së Dejxhalit. E kjo është sprovë e madhe. Dejxhali është prej bijve të Ademit, padyshim. Pra i është nga njerëzit dhe do të jetë sprova më e madhe që do të kalojë njerëzimi që nga fillimi i krijimit deri në ditën e gjykimit. Ata që do të përballen, dhe ky në fakt është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ky është ummeti i fundit. Këta do të përballen me sprovën e Dejxhalit. Dejxhali pra, thelbi i sprovës së Dejxhalit, cili është? Që Dejxhali i ka të dyja sprovat e mëdha dhe fitnet që godasin zemrën e njeriut. I ka në formën më të plot të mundshme dhe më të frikshme të mundshme. Me fjalë të tjera, njeriu është i synuar në dy aspekte zemra e tij. Sulmohet ose nga aspekti i epsheve, dëshirave, shfrenimit dhe përmbushjes së kënaqësive, joshjes pra me këto kënaqësi, ose nga porta e dyshimeve, paqartësive që sjell në fenë e Allahut. Që të dyja këto sprova ai i mallkuar i ka në formën më të plotë. Pra, një njeri që do përballet me të mund të bjerë në sprovën e epsheve, dëshirave, kënaqësive, sepse ai i përmbush të gjitha këto dëshira, vetëm mendoni pak. Të verë përpara një zgjedhjeje. Nëse beson atë si Zot, atëherë përmbushen gjithë kënaqësitë tua, si thot profeti alayhis salam. Domethënë bagëtitë e tyre mbushen plot me qumësht, me shëndet, të mbjellat e tyre mbushen plot me prodhim, pasuria e tyre shtohet dhe ata jetojnë jetën e kësaj dynjaje. Pra përmbushet çdo dëshirë dynjaje e tyre. Kurse ai që e mohon atë, dhe kështu duhet ndodh, sepse ai është Zoti, Zoti është lart në qiell, nuk e shikon njeriu Zotin në jetën e kësaj dynjaje, e aq më pak me fytyrën e shëmtuar të kësaj krijese, që është vetëm me një sy. Pra, nëse e mohon, atëherë do më thotë profeti alayhis salam, ngordhin të gjithë bagëtitë e tyre, jep një shembull që tregoj domethënë që ekonomia e tyre rënohet dhe mbeten pa asnjë gjë fare. Ja, kjo është sprova e kësaj dynjaje, epsheve, dëshirave. Njeriu kërkon të jetojë jetën e kësaj dynjaje, ka frikë vdekjen për veten e tij, për familjen e tij, për fëmijët e tij. Nëse përballesh me këtë sprovë, je gati domethënë sakrifikosh jetën që ti të fitosh xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Bësh durim të mos heqësh dorë nga imani, besimin në Allahun një dhe të vetëm. Kjo është sprova e dëshirave, kurse sprova e dyshimeve fol për të dhe mos ndal. Është shumë e vështirë përballje me të, sepse ka mundësi që njeriu ta manipulojë në mendjen e tij përmes dyshimeve të shumta që ai hedh. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam çfarë ka thënë? Nëse dëgjoni për Dejxhalin, për të mallkuar që vjen në një vend, mos u përballni me të. Ikni, largohuni, ikni për male, largohu, vetëm mos u përballni me të. Sepse ndodh, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, një njeri thot, e shikon veten se është besimtar i fortë, i ditur, dhe shkon dhe përballet me të dhe pastaj bëhet ndjekës i tij. Një besimtar i ditur dhe që mendon se vërtet ka forcë në besimin e tij, përfundon duke ndjekur atë. Pse? Për shkak të dyshimeve të shumta që ai i sjell dhe i nxjerr. Nuk është provë e thjeshtë. Prandaj dhe çfarë na udhëzon profeti sallallahu alajhi wasallam, thotë: "O Zot, më ruaj nga sherri i provës së Dejxhalit." Ku qëndron ka ky sherr? Pra edhe një herë kjo ku kthehet? Tek lidhja e zemrës me jetën e kësaj dynjaje, kënaqësitë e saj, kë do më shumë, do ahiretin apo do jetën e kësaj dynjaje?
Në momentin që ikën dynjaja nga duart, je gati, domethënë që elhamdulillah të zgjedhësh ahiretin, dhe ana tjetër dyshimet dhe pasigurinë që ai mbjell në zemrën e besimtarit, dhe kjo shërohet me dije. Pra i besimtar që e njeh fenë e tij, gjatë gjithë jetës së tij ai kujdeset, e studion fenë e tij dhe kujdeset se kush janë detyra, kush janë kufit, cilat janë gjërat që besohen dhe ato që nuk besohen. Pra ky njeri gjithë jetën e ka studiuar, nuk mund të mashtrohet nga i mallkuar. Çfarë do lloj dyshimi të hedhë ai? Pra kujdes në jetën në sprovën e Mesihut Dejjal. Ja dhe ky një udhëzim nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Udhëzim për të marrë dije të mjaftueshme nga feja e Allahut dhe për ta lidhur zemrën me çfarë? Me ahiretin. Lidhe zemrën me ahiretin dhe jo me dynjan. Shikoj që jetë e dynjas, binde veten tënde gjithë jetën tënde, që dynjaja s'ka vlerë, ahireti ka vlerë. Nëse vjen sprova për veten tënde, për fëmijët e tu, për familjen tënde, vendimi jot është i qartë. Ti kërkon ahiretin dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezërit e mi, vjen pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdon lutjen në lidhje me zemrën dhe pastrimin nga gjunafet e saj. Kaq për të pjesë të parë të hutbes. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vjon hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe lutet ai dhe thot: O Allah, laje zemrën time me ujin e borës dhe të breshrit. Subhanallah. Kërkon që Zoti të ta laj dhe pastroj zemrën, të ta freskoj atë. Padyshim që gjunafet, shfrenimi, epshet, dalja nga kufit e Allahut subhanahu wa taala në të gjitha aspektet sjellin zjarrmi në zemrën e robit, në trupin dhe në mendjen e tij. Zjarr. Dhe vërtet është e vështirë që njeriu nën këtë zjarr të fortë të dëshirave të mundet që të mbajë drejtsinë dhe të ecë në rrugën e drejtë. Shpeshherë këto fitnet e sprova që godasin robin e krijojnë të atmosferë të vështirë. Dhe ti lut Allahun, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, laje zemrën time me ujë të freskët, ujë të bore dhe breshri, pra ujë i pastër. Dhe po ta mendosh, pastrimin nga e kërkon nga Allahu xhaleshanu. E kërkon me mënyrat që e sjell Zoti, se në fakt dëbora dhe breshri sapo kanë zbritur nga lart dhe janë të bardha, akoma si kanë prekur duart e njerëzve. Pra nuk e kërkon pastrimin dhe qetësimin e zemrës me çfarë? Me mënyra njerëzore. E kërkon me atë që zbret nga sipër. Dhe në fakt, freskia që zbret nga sipër nuk është vetëm uji i borës dhe breshit, por sa është e freskia e shpalljes që zbret nga Allahu subhanahu wa taala. Po ta mendosh, pra freskoje këtë zemrën time o Zot, me ujë për me atë që zbret nga qielli, që është i pastër, i paprekur nga duart e njerëzve. Çfarë është e paprekur nga duart e njerëzve? Është shpallja e Allahut subhanahu wa taala. Që Allahu të ta pastroj zemrën. Pa nuk ka pastrim më të mirë se sa zemrën tënde vazhdimisht ta ushqesh me shpalljen e Allahut. Lexim Kurani, lexim hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mos e ndaj nga jeta jote leximin e shpalljes. Leximi i shpalljes është pastrimi i zemrës, freskia e saj. Nëse do që ta pastrosh dhe ta freskosh, kjo është mënyra. Pastaj thot, pastroj zemrën time nga gjunafet, ashtu siç pastrohet rroba e bardhë nga njollat e saj. Pra çfarë kërkon? Kërkon që zemra jote të largohen prej saj njollat e zeza. Nga se shkaktohen njollat e zeza, vëllezërit e mi? Nga gjunafet e shkuara. Çdo gjunaf që bën robi, në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, bëhet në të një pikë e zezë. Nëse nuk pendohet nga ajo mbetet, vazhdon tjetra, një gjunaf tjetër, një pikë tjetër e zezë, derisa zemra nxihet dhe zemra vuloset, Zoti na ruaj. Ti po lutesh, o Zot, pastroje si rroba e bardhë që pastrohet nga njollat. Pa po i kërkon Allahu të ta pastrojë të zemrën nga ato njollat e zeza. Pa kërkoj falje Allahut subhanahu wa taala, pendimi i vazhdueshëm. Mos e ndaj nga jeta jote istighfarin, pendimin e sinqert. Dhe kjo normalisht kërkon analizë të vetes tënde. Analizoj veten ku janë gabimet dhe problemet që ke, së pari me Zotin subhanahu wa taala, me adhurimin që kemi ndaj tij, së dyti me veten dhe me familjen, së treti me ata që ke përgjegjësi, që punon, me cilët ke marrëdhënie. Shiko dhe analizo cilat janë probleme për t'i çuar në vend që të vazhdosh me zemrën tënde të pastër. Pra, edhe një herë, kjo e dyta është pastroje zemrën nga gjunafet që i kanë bërë o Zot në të shkuarën tashmë. Dhe tashmë ato vula janë në zemrën time.
Pastroje dhe laje zemrën time, o Zoti i Madh. Pra lutja e parë çfarë ishte? Është freskimi i zemrës me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, që zemra jote të marrë shëndetin e duhur, të marrë ushqimin e nevojshëm që është shpallja e Allahut xheleshanu. E dyta është pastrimi nga gjunafe që ka ndodhur në të shkuarën, fshi, sepse ndryshe pa e hequr atë peshë të madhe, nuk mund t'ja dalësh dot. Prandaj dhe Zoti ka vënë gjithë këto adhurime që ka dhënë besimtarit. Pse ka dhënë faljen e namazit 5 vakte në ditë? Pse ka dhënë mënyrën sadakan, dhikrin, leximin e Kuranit? Pra, urdhërimi për të mirë ndalimin nga e keqja, janë falje gjunafesh. Të gjitha shkarkohesh, Ramazani, umreja, të gjithë janë mënyra që pastrohet, përse ke nevojë të pastrosh zemrën. Dhe e treta, për gjunafet lutet profeti sallallahu alajhi wasallam dhe thotë, dhe largo mes meje dhe gjunafit, siç është largësia mes lindjes dhe perëndimit. Kjo është lutje për të ardhmen. Pra më ndihmo o Zot, mos më lër më të rikthehem gjunafit. Por mes meje dhe gjunafit dhe shkaqeve të gjunafeve, vendos largësinë si mes lindjes dhe perëndimit. Pse njeriu nëse përsëri u kthehet sebepeve të gjunafut dhe shkon afro dhe afrohet sinori të rrezikshëm, prap do bie në gjuna. Prandaj ti lut Allahun, të lutem o Zot më largo. Siç e lut Jusufi alayhis salam. Ishte profeti i zgjedhur. In lam tasrif anni kaydahun asbu ilayhin wa akun min al-jahilin. O Zot, nëse nuk e largon sherrin e tyre prej meje, do të anoj tek ato. Do të anoj tek ato, tek gratë, tek femrat që po e cysnin. Do anoj tek ato dhe do bëhen prej jahilinëve, prej ignorantëve. Pra, kërkoj Allahut të largoj. Por ç'kuptim ka ti kërkosh Allahut të largoj gjunafet dhe ti shkon mu në sinorin e tyre dhe ulesh. Nëse ti kërkon Zotit t'i largoj sebepet e gjunafeve, dhe ti përsëri shkon mu atje ku janë gjunafet, edhe fut veten në një vend që s'del dot pastaj pa gjunaf. Pra duhet një përpjekje e sinqertë. Përpjekja e sinqertë e robit largohet nga vendet ose nga situatat në të cilat ai lidhet me gjunafin dhe do të bjerë në gjunaf. Pra kujdes se kjo një udhëzim i pastër nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund të vëllezërit e mi, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: lutem të më ruash nga përtatësia, nga gjunafet dhe bara e borxhit. Përtatësia. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam lutet: o Zot, më ruaj min el kesel. Përtatësia është dobësia e vullnetit që ka njeriu. Pra, nëse dobësohet vullneti jot për të arritur të mirat dhe për të ruajtur nga të këqijat, atëherë ti e ke problemin brenda vetes. Ti nuk je i aftë, vetë në veten tënde e ke problemin. Nëse je përtac, domethënë ke kesel në arritjen e të mirave që është adhurimi Allahut subhanahu wa taala, largimi nga gjunafet, punimi për jetën e kësaj dynjaje për të mirat dhe hajrin që kërkon prej saj. Nëse je përtac, kjo është nga sëmundjet që s'ke që bën, ti je vetë tashmë je pa aftë për të vazhduar rrugën. Pra, përtatësia Zot. E kundërta e përtatësisë është ambicia, vullneti i fortë. Dhe normalisht ambicia dhe vullneti i njeriu nxitet dhe është i lidhur ngushtë me çfarë vëllezërit e mi. Është i lidhur ngushtë me rezultatet dhe frytet që ai pret. Prandaj është e mira që njeriu të arrit, si thon, vullnetin dhe ambiciet e tij në lidhje me hajrin, me adhurimin e Allah, adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, duke kujtuar vetes shpërblimet e shumta që ka përgatitur Zoti. Por edhe ndëshkimin që ka përgatitur për ata që shpërfillin. Pra për kujtimin e jetës tjetër, shpërblimin e ndëshkimit dhe çdo gjë që nxit këtë vullnet, sidomos në leximin e historisë së profetëve sallallahu alaihi wasallam, nxitjen e leximit të historisë të njerëzve të mirë, të gjitha këto nxisin pra edhe një herë vullnetin. Pra kur thotë profeti sa më ruaj nga keseli, nga përtatësia, shoqërohu me njerëz të mirë që gjithmonë të nxisin për hajër, të japin vullnet, optimizëm, të marrin me vete të ngrenë, ec përpara, bëj punë të hajrit. Shoqërohu me këta. Po shoqërohu me përtatës, me njerëz që duan vetëm përtatësinë, rahtlakun në jetën e kësaj dynjaje, iku mbarojnë puna. Çfarë do të bëjnë ty s'kesh bën se till shok ke? Pra kujdes në këtë aspekt. Kesel, përtatësia. Gjithashtu është el-ma'thami wal-maghram. El-maghram është borxhi. Dhe borxhet, nëse njeriu në jetën e kësaj dynjaje hyn në borxh me niyetin që t'u kthej njerëzve të drejtën e tyre dhe kërkon ndihmë sepse gjithë njerëzit është pjesë e bashkëjetesës dhe bashkëpunimit mes njerëzve, nuk ka gabim në marrjen e borxhit. Po borxhi merret vetëm kur ka domosdoshmëri vëllezërit e mi. Pra borxhi merret kur njeriu ka domosdoshmëri që përmbush nevojat e jetës së tij dhe familjes me niyetin për ta kthyer, për të punuar dhe për t'ia kthyer hakun. Nëse e bën në këtë formë, elhamdulillah, nuk ke përgjegjësi tek Allahu xhaleshan. Kurse nëse e merr Zot na ruaj me qëllimin për të mos e kthyer që në fillim, kjo është vjedhje.
Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam një herë u ngrit i tmerruar nga gjumi i tij. Subhanallahu, kish parë, u ngrit dhe tha la ilaha illallah, la ilaha illallah. Çfarë zbriti sot nga Zoti në lidhje me borxhin? Çfarë zbriti sot në lidhje me borxhin? I zbriti mesazh nga Allahu subhanahu wa taala. Borxhi është shumë i frikshëm në zetin. Mendoj njëri që jep jetën në rrugën e Allahut. Jep shpirtin e tij që të lartësohet feja e Allahut dhe është për shahidëve. A është i tillë me gjykimin e Zotit xheleshan. Nëse ka borxh një njeriu në jetën e kësaj dhunjaje, ai si thon prangoset dhe izolohet dhe nuk hyn në xhenet derisa të laj borxhin. Mendoni për njerëzit e tjerë, të cilët s'kan asnjë lloj vepre që ta paraqiten tek Allahu xheleshan. Shahidi, dëshmori në rrugën e Allahut. Mendoni për të tjerë vëllezërit e mi. Pra kujdes me çështjen e borxhit, më ruaj, tha profeti sallallahu alajhi wasallam, nga sherrri i borxhit. Pra qoftë nga marrja e tij kur s'ke nevojë, qoftë edhe nga përgjegjësia për ta shlyer atë. Dhe padyshim borxhi më i madh është borxhi i Allahut subhanahu wa taala. I kemi borxh Zotit xheleshanu ta njohim se i të vetëm, ta adhurojmë, ta duam, ta falenderojmë. Ktu është përpjekja më e madhe. Kush është në rregull me këtë, Allahu subhanahu wa taala ka për ta bërë në rregull dhe me të tjerë, sepse ai që ka frikë Allahun do ketë frikë edhe hakun e krijesave. Dhe fundit është el ma'tham, pra çdo gjë e cila të ngarkon me gjunaf. Pra kur thot profeti sallallahu alaihi wasallam a'udhu bika min el ma'tham, pra nga çdo gjë që më ngarkon me gjunafe o Zot, sepse gjunafet janë sherri kryesor i njeriu. Armiku më i madh që e ngadalson e mpin forcën e tij dhe bën të paaftë ecë përpara. Pra el ma'tham çdo gjë që të ngarkon me gjunafe. Cilat janë, mund të jenë fjalë, mund të jenë vepra me gjymtyr, mund të jenë ndjenja në zemër, të cilat njeriu i bluan brenda vetes dhe mendjes së tij. Pra të gjitha këto janë sebepe për duhet i njohë njeriu cilat janë. Ato ndjenja të këqija cilat janë hasedi, smira, zilia, jo e drejtë dhe jo e mirë, armiqësia ndaj të tjerëve, urrëtia që ke pa të drejtë, të janë punë të zemrës. Tjetër goja, fjalët ose gjunafe që merren nga goja, pra është çështja e përgojimit ose përhapja e gënjeshtës, shpifja, dëshmia e rreme. E shumë fjalë të tjera që ngarkojnë robin, gibeti, pra këto e ngarkon njeriu. Kurse vepra pastaj, veprat janë gjithë ato që ka ndaluar Zoti subhanahu wa taala, veprat e gjymtyrve, pra që nga immoraliteti, ose vjedhja, ose padrejtësia, marrja jetës, vrasja etj. etj. Pra kujdes njeriu nga çdo gjë që e mbush me gjunafe. Dhe kjo normalisht, çfarë synon me këtë lutje profeti alayhis salam, më ruaj nga çdo gjë që i mbush me gjunafe. Nuk mund të ruhesh me gjunafe të vëllezërit e mi, po nuk njohë urdhëresat e Allahut dhe ndalesat e tij. Po nuk njohë kufit, nuk i di kush janë gjunafet. Prandaj feja jonë është ndërtuar mbi dituri të plotë vëllezërit e mi, dituri në fenë e Allahut subhanahu wa taala, në hakun e Zotit, në hakun e krijesave dhe vullnet që ta zbatosh atë. Kjo është feja jonë vëllezërit e mi, elus Allahu subhanahu wa taala. Na bëj nga ata që luten me sinqeritet, me këtë lutje të mrekullueshme që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu na mbroj në veten tonë, në familjen tonë, në pasardhësit tonë, të udhëzojë në rrugën e drejtë. Na bëj nga ata që vërtet kujdesen për ahiretin e tyre. Kaq për të hyrëve, çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, siç urdhëron Allahu azza wa jalla thot, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.